Allah Allah, besimtari i sheh në syrin e dritës, në syrin e nurit, në gjërat. I sheh në këndin e perspektivës, ashtu siç i shihte Resulullahi ynë Muhammed alayhi salatu wassalam, që ishte beshiran wa nadhira, që ishte përgëzuesi, përgëzonte besimtarët, ju jepte lajme të mira, ishte optimist vazhdimisht. Edhe në shpellën hira pra që Kurani pranë përgjithësi, Kurani ka dhe psikologjinë e suksesit. La tahzanin Allah mana, mos u brengo, Zoti është me ne, Allah është me ne. Po dhe Hatixha, kur zbriti nga shpella Resulullah s.a.s. kishte një lloj frike pa sigurie, Allah i xhaleshanuhu ja çoi afër vetes bashkëshorten më të mirë Hatixhen, për me i thonë, ja Resulullah, mos u brengos, ti ndihmon jetimin, ndihmon të varfrin, punon për atë dheun tënd, punon për popullin tënd, punon për krejt popujt, je Muhamedi i mëshirës, Zoti të ka dhënë shumë të mirë aty, e ti mos u brengos. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan faaghna. Pra, të gjeti të humbur atë udhëzoj, drejtoj, të gjeti miskin, të gjeti të varfër, të pasunoj, të begatoj me mirësi të shumta. Andaj, fuqizoje shpresën tënde tek Allahu xhaleshanuhu.